mirë se na keni ardhur, ju përshëndes gjithëve në emër të misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim dhe të partnerëve të ndërkombëtar, misionit diplomatik amerikan, trupës diplomatike botërore, Universitetit të Kombeve të Bashkuara, Këshillit Botëror të Paqes e plot organizma të tjera me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që punojnë për paqe dhe sigurinë botë, organizma që janë pjesë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e Kombeve të Bashkuara, e NATO-s dhe gjitha strukturat për paqe dhe sigurinë botë. Ju faleminderit edhe një herë që ju keni midis nesh. Sot nderojmë një personalitet veçantë, Aida Niço Hoxholli. Unë kam qejf ta quaj Aida Hoxholli, sepse në periudhën që kam punuar në parlament rreth 20 vjet kam pasur shumë mikë babain e saj. Ishte një nga biznesmenët shqiptar ndërtues më të mirë që ka lënë gjurmë në ekonominë shqiptare. Prandaj, edhe një herë për respekt, thati burri, ulem një minutë me respekt. Faleminderit. Aida Hoxholli është një nga pinjollët e familjes Hoxholli, është edhe vetë biznesmene, një grua e fortë, vërtet me plot kuptimin e fjalës grua, sepse ka ditur të menaxhojë jo vetëm sektor të kompanisë babait, por edhe kompani që i ka drejtuar vetë dhe ka qenë e suksesshme në bizneset e saj. Aida është jo vetëm një biznesmene e mirë që ka dhënë kontribute për ekonominë shqiptare, por është dhe një vajzë me integritet bamirëse, është humaniste dhe mund të thosha që i përket aktivistëve humanitarë të brezit më të mirë në botë. Dhe kjo është nder për ne që sot e kemi midis nesh dhe e vlerësojmë. Së bashku me misionet tona, sot Aida merr titullin misionare paqe. Titulli më domethënës për misionin tonë dhe për gjithë misionet tona analoge, sepse jemi të vetmit në botë mision që e kemi ekskluziv dhënien e titullit misionar paqe, ndryshe nga gjithë organizatat që janë të shumta në botë, vetëm në Shqipëri mund të jenë qindra organizata që japin titullin ambasador paqe. Takzohet gjithë ata që marrin të titull, por titulli misionar paqe, ndryshe nga ambasador paqe, është titulli i njeriu që është ADN hyjnore, njeriu i sakrifikuar ose i vetë sakrifikuar në komunitet, që vlerat e veta nuk nguron t'i vërë në shërbim të komunitetit deri në ato pikë sa ndonjëherë qëllon që edhe jep edhe jetën për shërbimin që i bën paqes, sigurisë në komunitet, në vendin e vet apo më gjerë në botë. E shembujt më tipik të misionarëve të paqes janë liderët botëror që ne i quajmë baballarët e paqes sociale moderne, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela dhe shenjtoria Nën Terezë. Dhe ne këta i kemi frymëzuesit tanë dhe gjithmonë njerëzit që përfshin në strukturat tona, në strukturat e misionarëve të paqes botëror, gjithmonë dëshirojmë që t'i ngjajmë o Mahatma Gandhit, o Martin Luther King, Mandelës ose shenjtoria Nën Terezë. Çuditërisht ne ballkanësit dhe shqiptarët e kemi shumë për zemër Nën Terezën dhe gjithmonë anojmë nga kjo, nga Nën Tereza. Pra, duam që secili nga ne t'i ngjajmë nga pak Nën Terezës. Dhe kjo është gjë e mrekullueshme sepse tek e fundit, nëse bota është 8 miliard, sot Nën Terezës nga këto 8 miliard i përkasin 2 miliard dhe një fuqi kaq e madhe si Nën Tereza e paqes që ka mbrapa 2 miliard ndjekës të botës, atëherë i jep të drejtën e saj që edhe nga vendi i Shqiponjave, Shqipëria, me këtë popull kaq paqedashës, të nxjerr fjalën e paqes dhe të sigurisë pikërisht nëpërmjet nesh nga Shqipëria. Dhe për këtë jemi krenar, gjithandej. Dhe krenohemi edhe me njerëzit që përfshim dhe i përzgjedhim midis nesh. Aida nuk është e emëruar nga ne misionare paqe, është thjesht e përzgjedhur. Në jetën e saj ajo është e lindur misionare paqe, është veprimtare si misionare paqe, nuk i imponohet askush të bëjë këtë detyrë ose detyrën komunitet, por e ka të vetë organizuar nga bota e saj, nga ADN-ja e saj, nga hyjniteti i saj. Prandaj është tepër e mirëpritur midis nesh. Atëherë ftoj vajzën më të re që ne kemi diplomuar për diplomaci, më falni, Ermelinda Qemali, për t'i dhënë një mirëseardhje. Urdhore Ermelinda. Përshëndetje, mirë se vini të gjithëve.
Aida, do të uroj mirëseardhjen në këtë organizat. Jemi shumë të kënaqur dhe e dim shumë mirë që ti do sjellë shumë vlera dhe një sjellje shumë pozitive në këtë organizat. Urime për gjithë arritjen tënde profesionale. Së bashku me gjithë personalitetet që kemi këtu sot bashkë me ne, Missionary Peace. Faleminderit. Ermelinda është libër dhe rritur në Australi, kështu që gjuhën e parë ka anglisht, kështu që nuk është problem. Gjithatë është një nga misionaret e reja më, do me thënë se bëm e imazh për misionin tonë. Atëherë kemi edhe një misionare të re, kemi përfaqësuesen ligjore të misionit tonë, Gabriela Shahati. Hajde, Gabriela. Faleminderit guvernator për hapësirën e fjalës. Për mua personalisht është vërtet kënaqësi e veçantë sot të kemi dhe të japim titullin më të lartë që misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet i jep personaliteteve me vlera të çmuara dhe të vyer dhe kontributin e madh që japin ditë për ditë në shoqërinë civile. Zonja Saida Niço, shenjtore Nën Terezë, shëntoria që na ka personifikuar dhe ka treguar vlera tona shqiptare kudo në mbar botën, e krenohemi me të. Para disa ditësh festuam dhe ditën ndërkombëtare të shenjtërimit të saj. Por që unë gjithmonë kam para Aidën më kujtohet shpreha që ka thënë Nën Tereza, paqja fillon me një buzëqeshje. Dhe portreti i Aidës gjithmonë e personifikon më së miri këtë gjë. Aida të uroj suksesa në rrugën tënde, është kënaqësi për ne, jemi vlerë shtuar dhe miqtarë dhe familjen e madhe të misionarëve të paqes. Kënaqësi. Faleminderit avokate Gabriel Shati, si gjithmonë e gjithë gjendur, por dhe e përshpejtuar, sepse atë që unë do të thosha ti e the dhe shumë mirë që doli nga goja jote që krahas të qeniet misionare paqe, Aida është tashmë dhe pjesë e shenjtërimit të Nën Terezës, pra është një mini shenjtore Nën Terezë. Edhe drejtoresha e përditshme e misionit që ditë flas bukur dhe të flas, Dilbere Dika, doktor Dilbere Dika. Faleminderit i gjithëve. Patjetër që është kënaqësi që t'ju mirëpres në emër të Diplomatic Mission, që nuk është thjesht një organizat, por është një organizat ndërqeveritare, akredituar në Kombet e Bashkuara, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në NATO, dhe që punon me dhjetra e qindra organizata dhe struktura të Kombeve të Bashkuara në gjithë botën. Për mua është kënaqësi e veçantë sepse me Aidën kam një njohje të hershme. Patjetër që ne si shqiptar një gjë të bukur që e kemi është duhet jemi krenar për arritjet e miqve apo njerëzve që kemi njohur në jetë. Edhe unë sot jam krenare për ty e dashur, duke hequr modestin e kësaj vajze që rezaton mirësi dhe që ka në portretin e saj, në fizionominë e saj, mirësinë dhe bamirësinë e Nën Terezës. Për mua është nder dhe kënaqësi t'ju ndaj mendimet e mia, por qoftë edhe këndvështrimin e kësaj organizate në qasjen e personaliteteve që japin nga koha dhe nga shenjtëria e tyre për shoqërinë civile. Unë si drejtuese e organizatës ndjem ngushtë kur ambientet rezatojnë vetëm mirësi dhe ndoshta sepse ngushtësia e këtij ambienti dhe mirësia jonë e gjitha nuk është për vende kaq të vogla, por është për vende shumë më të mëdha. Unë isha si përfaqësuese e misionit në Londër, vetëm pak ditë më parë dhe ishte pikërisht në ditën e shenjtërimit të Nën Terezës dhe më shumë se sa nga Londra e madhe, më shumë se sa nga ai vend i demokracisë dhe mirësisë, unë sjell me vete vetëm Nën Tereza u përmend atje, por Nën Terezën e kemi këtu dhe nuk kemi nevojë për asgjë tjetër. Ndaj dhe ju falenderoj për ulësi. Just 1 second, we have an American citizen here, and I want to greet him because if till now it was not in her home, now it's in the home because the Diplomatic Mission it's American organization, and of course she will be proud of your mother-in-law because she's very, very precious figure. Thank you very much. Urime zemër. Urime. Kënaqësia jonë. Faleminderit gjithëve. Faleminderit drejtoresha e përditshme e misionit diplomatik Dilbere Dika
ajo sot ishte vërtet e frymëzuar sepse vjen pas një qëndrimi të gjatë në Londër dhe më e bukur ishte se ajo ishte në mjediset e Parlamentit Britanik, pra një arritje e madhe për misionarët tanë paqes që të bëjnë një aktivitet të rrallë në mjediset e Parlamentit Britanik dhe veçanërisht në dhomën e lordëve, sepse ju e dini, në krahasim me amerikanët, londinezët përgjithsisht janë më skeptik dhe pak më sektar, kështu që kur të hapen ato dyert do të thotë që të hapen dyert për të sunduar me paqe botën. Misionarët e paqes, si ç'është edhe tashmë Aida, janë njerëzit që vërtet sakrifikojnë, jo vetëm komunitetet tyre për vendet e tyre, por sakrifikojnë edhe ndërkombëtarisht, sidomos në situata të vështira që po kalon bota. Dhe në momentet vështira, atëherë nuk quhen më thjesht misionar paqe, por quhen luftëtar paqe. Dhe janë, edhe pse janë në vende si Ballkani, bëjnë pak a shumë rolin e kaskave të blu të Kombeve të Bashkuara, që shpesh hynë ato korridoret për të ruajtur paqen dhe hanë plumë nga të dy palët. Bëjnë rolin edhe të mjekëve pa kufi, që sa herë ka pandemi lokale ose pandemi botërore, janë të gjithshëm pranë komuniteteve për të dhënë kontributet e tyre, dhe ata shpesh japin edhe jetën. Dhe plot figura të tjera, si ato të kryqit kuq që shkojnë në përvendet e luftës, japin ndihmë dhe gabimisht apo qëllimisht marrin edhe bomba në makinat e tyre dhe hidhen erë, pra japin jetën. Dhe misionarët e paqes në Ballkan ndoshta nuk janë kaq të rrezikuar, por në momentin që bota është rrezikuar, vetvetiu marrin rolin e luftëtarit të paqes për ta thënë fjalën e paqes më me dinjitet, më me peshë për të ndikuar sidopak në qetësimin e botës. E konkretisht, sot ne si mision që jemi pjesë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, e Kombeve të Bashkuara, por edhe NATO-s, pra një instrument i fuqishëm botëror, sigurie. Aty ku ka paqe duhen edhe elemente sigurisë. Dhe si të tillë prandaj ne jemi pjesë edhe tyre. Dhe Aida, me këtë botën e saj të madhe prej humanistje, është si thua edhe një oficere e denj, fjala vjen, e strukturave të paqes të NATO-s, ose e kaskave blu të Kombeve të Bashkuara, ose edhe mjekëve pa kufi apo kryqit kuq. Pra nuk ka asnjë dallim, bile nëse do t'ja ulnim me një amerikane, misionare paqe, unë do të thoshe që kam shumë vlera Aida se sa ajo amerikane, sepse ajo amerikane mund vinë ndoshta edhe nga një familje e madhe, me trashëgi të madhe, kurse Aida me atë botën e vet, ekonominë e vet, gjithçka ka ndërtuar vetëm me djegës dhe me gjak, pas trashëguar asgjë, sepse nga socializmi 40-50 vjet nuk trashëguam asgjë. Prandaj është misionare paqe më model se sa kushdo tjetër. Atëherë për të folur më shumë për jetën dhe veprën e Aidës, ftoj General Suleiman Abazin për të lexuar CV-n. General. Është një heroin, për ato që ajo i fan njerëzimit nga gjaku dhe nga shpirti i saj. Jeta jonë meriton shpjegim më të thjeshtë, por shumë shpirtëror dhe human, deri në kufit e linores. Ne jemi këtu të përfshirë me vetdije njerëzore dhe kombëtare brenda një misioni fisnik, dashuror, duke respektuar parimet hyjnore të të jetuarit. As më shumë, as më pak, ne i kemi thënë vetes faleminderit që ekzistojnë. Faleminderit që ekzistojnë njerëz të mirë në këtë botë, së bashku me ne. Pjesa vitale e misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim në rrugën e paqes dhe të humanizmit njerëzor, duke falënderuar Zotin çdo ditë që ai na fal për jetën tonë. Takimi sot këtu në mjediset e misionit bashkon energjitë e njerëzve human në Shqipëri dhe më gjerë të përkushtuar në rrugën e paqes. I nderuar guvernator, doktor Shefkysa, i nderuar zënja Aida, të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni të thjeshtë, modeste. Kam nderin të uroj mirëseardhje në zyrën e misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim, për të nderuar me medaljen e artë, me diplomën e misionarit ndërkombëtar të paqes dhe medaljen e artë Nën Tereza, një veprimtare humaniste, biznesmene suksesshme, mbrojtëse të drejtave njerëzore me kontribute reale në komunitet, e përkushtuar në misionin fisnik të misionarit paqes, duke u bërë shembull i veçantë i energjive pozitive në shërbim të shëndetit moral e social të shoqërisë tonë. Aida përfaqëson vlerë të çmuar në inteligjencën shqiptare. Prania si pjesë e misionit diplomatik është për Aidën dhe për gjithë ne, përfaqësi moral, adetar dhe shoqëror, në shumimin e vlerave më të larta shoqërore humane njerëzore.
Në këtë forum të paqes sot kemi rastin të përcjellim mesazhet më të ngrohta dhe të sinqerta të njerëzve tanë të mirë që me përkushtim janë përfshirë me bindje në rrugën e sakrificës dhe të vlerave njerëzore për një të ardhme më të mirë. Të nderuar pjesëmarrës, qasja shpirtërore, profesionale dhe humane e AID-s do të befasoj shumë kënd, që atë ende nuk e njeh. Përballë personalitetit me veprimtari të spikatur familjare, shoqërore e të dobishme, befasim po e kthejmë sot në realitet, me shembullin e veçantë të gruas fisnike, që është bërë shembulli i personalitetit të gruas së suksesshme shqiptare. Arsimimin të vjeçar AID-a e ka kryer në shkollën Hasan Vogli, Tiranë në vitet 78-82 dhe më pas shkollën e mesme ekonomike. Arsimin e lartë universitar filloi në vitin 87-90 në degën Financë Universitetit Tiranës, por pa përfunduar për arsye familjare. Në vitet 2014-2017 kreu shkollimet bacelor në degën Financë Bank në Universitetin Mesdhetar në Shqipëri. Ambicioze dhe përkushtuar ndaj dijeve dhe profesionit, në vitet 2017-2019 përfundon master shkencor në diplomaci në marrëdhënie ndërkombëtare për Bashkimin Evropian, Instituti i Studimeve Europiane në Universitetin e Tiranës. Puna me përkushtim ka qenë dhe mbetet mjeti i saj që i ka ndryshuar në çdo kohë jetën e tij. Disa arritje që i pasqyrojmë këtu do të mbeten vlera jetësore për AID-ën dhe për shumë gra e vajza të tjera të mrekullueshme shqiptare, që i bashkëshoqërojnë ato në rrugën e suksesit. Në periudhën 87-94 AID-a punon si shitse librash dhe inventarizuese në degën e shitjes libri Tiranë. Në vitet 94-98 ushtron profesionin në menaxhim financiar dhe organizim punën në kompani ndërtimi. Si menaxhere dhe si përmarrëse me përvojë mbi 27 vite në sektorin privat, në drejtim dhe menaxhim, e arsimuar diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe përfshirjen e saj aktive në shoqërinë civile dhe politikë. I kanë dhënë mundësinë dhe e pajisën me përvojë të gjerë në drejtim, organizim, financa, si dhe aftësi të forta leadershipi në bashkëpunim. Arsimimi dhe formimi profesional e mbështeti në përfshirjen pa droje dhe me kuraje në fushën e biznesit, duke filluar si administratore në Enli SHPK, kompani ndërtimi me aktivitet në Tiranë, Durrës, Orikum dhe në Vlorë. Në vijim të veprimtarisë saj, AID-a punon në drejtim dhe menaxhim të kompanisë ndërtimi, si mbikëqyrëse projektesh në ndërtim në apartamenteve, kontrollore cilësisë, në koordinim me partner teknik dhe financiar. Ushtron profesionin e menaxhimit dhe financave në kompanitë e ndërtimit me veprimtarinë Tiranë. Kemi përpara një personalitet formuar me arritjet e saj, jo vetëm në biznes, por edhe në veprimtari dhe struktura shoqërore. AID-a është anëtare e Albania Women's Democracy Network Albania nga viti 2018 në vazhdim. Krye koordinatore për Tiranë dhe kandidate për deputete për subjektin politik Lista e Barabartë Libra në vitet 2016-2018. Anëtare e Këshillit Kombëtar Union Albania Queer for NSS nga vitet 2015 në vazhdim. Është trajnuar në drejtim leadership në Universitetin Arizona. Përvoja e gjatë e ka plotësuar në aftësitë organizative dhe menaxheriale, duke marrë përsipër drejtim kompanie, menaxhim projektesh, koordinim ekipesh. Aftësitë e saj teknike e kanë përfshirë me kompetencë në fushën e ndërtimit, arkitekturës, dizajnimeve të brendshme, kontroll cilësisë e tjera. Misionarja e paqes Aida Argjolli zotëron gjuhën angleze në nivelet B1 B2 dhe ka njohuri të mira në gjuhën italiane. E aftësuar dhe aktive në disa programe elektronike dhe rrjete sociale, Aida jep shembullin e veprimtarisë pa lodhur në fushën e drejtësisë sociale, kritike dhe korrekte në komunikimin e gjerë. Kontribuon në përmirësimin e kushteve dhe shërbimeve ndaj të moshuarve, duke qenë pjesë aktive e zhvillimeve të qëndrueshme dhe transparente jetën publike. Tek Aida shumë kush dallon diçka të veçantë. Ajo vazhdon t'i buzëqesh jetës dhe njerëzve të saj dashur. Buzëqesh jetës, kështu e fillon ditën misionarja e paqes, me njerëzit që përcjellin paqe, dashuri dhe buzëqeshje. Është e lehtë komunikosh, sepse ata janë modest, të mençur, në shpirt, të gjerë e zemër të madhe. Ata janë vetvetja, sepse kanë ditur të zgjedhin rrugën e jetës, t'i shërbejnë asaj me fisnikëri. E dashur Aida, për këtë virtyt të personalitetit dhe karakterit tuaj të fortë, do të them këtu para këtij auditori të mrekullueshëm disa fjalë zemre. Buzëqeshja është edhe refleks shpirtëror, çështje mirësjellje dhe para së gjitha është çështje karakterit. Vlerat e buzëqeshjes nuk kushtojnë gjë, ato vetëm prodhojnë shumë dashuri, respektivisht parajsën e shpirtit tënd të pasur dhe fisnik. Buzëqeshja në të vërtetë pasuron atë që e merr, por nuk varfëron atë që e dhuron. Ajo ndodh në një moment si proces, por efekti i saj ndonjëherë zgjat përjetësisht.
Askush nuk është aq i pasur sa të mund të jetoj pa të, madje dhe të varfrit ndihen të pasur kur marrin buzëqeshje. Ajo sjell lumturi në jetën familjare, vullnetin e mirë në punë dhe biznes dhe është simbol themelor i miqësisë. Ta fillosh ditën me buzëqeshje ka një motiv të fortë. Vlera është e jashtëzakonshme. Kështu e vlerëson Aida vetveten, duke dhënë shembullin e shpirtit human. Fati dhe lumturia jote do të mbaren nga rruga të cilës do ta zgjedhësh në jetë. Një thënie e bukur që e ka nxitur Aidën i përkushtohet mendimit pozitiv për t'ia lehtësuar sadopak dhimbjen njerëzve në nevojë. I nderuar guvernator, ndihemi privilegjuar që sot para jush me këtë përmbledhje jetësore për Aidën. Misioni diplomatik sot i është shtuar një vlerë çmuar e shoqërisë tonë. Fryma kombëtare dhe dashuria në personalitetin dhe punën e Aidës janë të lakmueshme, shembull referues për mënyrën se si një grua e emancipuar me frymë qytetare, e arsimuar në nivele të larta dhe e kualifikuar falë këmbguljes së saj, ditë të ngrejë lart personalitetin e njeriu të respektuar publik, mbështetur mbi karakterin e fortë, duke dhënë natyrën fisnike të misionarit paqes gruas shqiptare të shoqërisë tonë. Në mbrojtje të drejtave njerëzore kundër dhunës dhe diskriminimit, familja për Aidën është bërë çerdhja e parë e fuqisë madhe shpirtërore dhe motivimit. Dashuria dhe buzëqeshja e saj përcjellin mesazhet e paqes dhe të humanizmit. Vlerësimet janë gëzim jete për Aidën. E nderuar mike misionare e madhe e paqes, sukseset do të ndjekin rrugën e tyre në jetë dhe karrierën tuaj. Edhe në të ardhmen, ato do të jenë certifikata më e mirë, por sigurisht qelësi i sukseseve dhe përjetimeve emocionale e një jetësore do të jepni vetë ju. Filozofia e fjalës tuaj në këtë mision do të përfaqësojë denjësisht personalitetin tuaj të fortë, bukurinë dhe mjeshtrinë e mendjes inteligente, të ndjeshme, të kthjellët, e cila në rrugën e mirësisë do të vazhdojë të përcjellë mirësi, dashuri, paqe dhe buzëqeshje. Të ndrosh të ushqesh shpresën për të ardhmen është diçka e bukur dhe shtysa shpirtërore e fuqishme që motivon pa mbarim qenien tonë, familjen, shoqërinë dhe kombin. Do ta mbyll këtë përshkrim të modestisë, karakterit fortë dhe shpirtit fisnik me disa shprehje bekimi dhe dashurie që me këtë rast kjo grua e fortë shqiptare është meritore. Dashurinë që aq shumë kemi nevojë dhe që pa të nuk jetojmë dot. Shpresën për një të ardhme më të mirë, kurajon për të ecur me vullnet përpara, qetësinë shpirtërore që aq shumë kemi nevojë, buzëqeshja që shpaloset si një lule e bukur dhe çel në rrezatimin e diellit, të gjitha këto na hapin dritën dhe motivojnë për të bërë gjëra të mira, të motivuara për ta kuptuar vlerën e asaj hyjnore, se pa të do të jemi një hiç. Ne të gjithë së bashku këtu shprehim bindjen se medalja e artë që i dorëzohet sot zonjës Aida Hoxholli në zyrën e misionit diplomatik do të jetë motivim dhe nxitje fuqishme për angazhime në rrugën e paqes dhe të zhvillimit, për të ofruar sot e në të ardhmen shërbimin më të çmuar të kombit ton dhe të Shqipërisë. Ju përshëndes dhe ju uroj shëndet dhe suksese në rrugën tuaj të vështirë, por të sigurt për të reflektuar vlerat më të larta të profesionalizmit dhe dinjitetit njerëzor. Paqja qoftë me ne, paqja qoftë me ju, të gjithë së bashku si misionar të devotshëm të saj. Unë fola, faleminderit. Do të them që zonja Aida, përveç përmbledhjes, po dhe si shumë personalitetet të tjerë këtu, zoti Nein, general Deda, zoti Bashkim, Gabriela, e shumë të tjerë, do të përfshiheni në botimin e parë të misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim, Enciklopedia Misionari i Paqes. Është një nder shumë i madh për ju dhe për shumë e shumë të tjerë që do të jenë pjesë e një eventi që do të na bëjë të jemi të lumturuar në jetën tonë. Faleminderit. Merime general, si gjithmonë i mrekullueshëm. Duke mi sigur jemi pak sot në këtë sallë kaq të vogël, por unë besoj të kundërtën. Është individi ai që e bën shoqërinë të fuqishme. Cezari bëri Romën, Roma bëri Cezarin. Pra, do të thotë që individi me peshë specifike të madhe ka peshë të madhe në komunitet. Dhe sot unë po ju them që sot ne këtu në këtë sallë të vogël me këta pak njerëz kemi gjithë Shqipërinë, në mos edhe më gjerë. General Suleman Abazi, që sapo lexoj, quhet ndryshe dhe me një emër simbolik të bukur, komandanti i ishullit të Sazanit. General Det Prenga, modeli generalëve shqiptar që për mua ja kthen dorën nëse do ulet tavolin si do general Donatos,
një nga shefat e shtabit më të shkëlqyer që ka kaluar në plejadën e shefa të shtabit pas 90-s, që edhe këshilltar, një nga këshilltarët më të për sigurinë kombëtare i presidentit të Republikës. Por kemi edhe një mjeshtër të jurisprudencës shqiptare, doktor profesor Naim Tota, tashmë edhe një nga profesorët e Universitetit të Durrësit, që është një peshë specifike e paparë në jurisprudencën shqiptare. Të mos llogaritem që kemi edhe dy personalitete nga Mirdita, Adelinën dhe Leshin, njëri këngëtar dhe tjetra Adelina, një nga përfaqësuesit e traditës së Mirditës. Shefe e di, kam parasysh që do përmend edhe Vladimirin, sepse është një nga përfaqësuesit tanë më të mirë, jo vetëm publicistikës shqiptare, por ditë gjurmoj, gjithë figurat e ushtarakëve, sidomos ata që kanë kaluar në aviacion, e plot figurat e tjera të shoqërisë civile. Po patjetër mos u nxito, sepse e di që është edhe ai, më falni, filozofi i shquar i veçantë i Bashkim Abazi. Edhe thon pastaj që nuk bëhet çfarë themun. Kot. Faleminderit. Drejt, vjen nga Parlamenti Britanik, është e pranueshme. Faleminderit. Kështu që them që gjithë, pastaj jam edhe unë nga Çamoria, nga Konispoli, përfaqësoj Saran deri tutje Çamorin dhe them më nxini dikë para vetësime dhe jam gati që t'ia kthej dorën do në historinë e Shqipërisë, do në zhvillimet, do në politikë, do në diplomaci, edhe për penë jam fort i keq sepse jam certifikuar nga dy kollosët shqiptar, qoftë nga drejtori Agolli, qoftë nga Ismail Kadareja, kështu që themi të gjithë bashkë jemi peshë specifike për të thënë se përfaqësojmë Shqipërinë, përfaqësojmë misionarët e paqes në botë, qoftë përfaqësojmë vlerat e Zotit në tokë, hyjnitetin e Zotit, sepse jemi të vetë deleguar në Tryeza, nuk presim të na thonë kush shkoni këtu, jepni ndihmë, shkoni bëni atë, por i bëjmë me ndërgjegjen tonë. Prandaj kjo është veçoria më e bukur, më e rrallë e misionarëve të paqes. Them që kemi një strukturë njerëzish, individësh të fuqishëm, secili Cezar, apo Martin Luther King, apo Mandela, ose Mahatma Gandhi në botën e vetë. Edhe njëri ju faleminderit që ishit sot gjithë bashkë këtu. Atëherë, nëse dëshiron ndonjë nga familjarët të thotë diçka para se të kalojmë në ceremoni, ja. Ladi, ço thuaj dy fjalë. Hajde. Se vetëm vepra dini të bëni, ha? Vetëm shkruar, pa të shohim kështu me gojë si i thua gjëra. Po. Është kënaqësi të marrësh pjesë në ceremonitë që organizohen nga misioni diplomatik. Kjo shoqëri është akoma më emocionuese, më e kënaqshme, sepse zonja është një personalitet. Perandore. Gratë janë perandore, generalët janë në shërbim të perandorëve, shoku. Perandore e dytë. Së dhe pasin gjithmonë të ardhmen figura tilla për të vlerësuar. Faleminderit. Faleminderit Vladimir Pullaj. Jemi personalitet. Faleminderit. Atëre, unë përmenda vetëm titullin misionar pace, Gabriela Shati, avokatja, shtoi edhe shenjtoria nën Terez medalin ardh. Por në fakt sot Aida Hoxholli nderohet me 3 titull. Titullin misionar pace, ambasador nderi i strukturave tona, si me medaljen e ardh, si personalitet i rrallë, shenjtoria, urdhri i shenjtores nën Terez. Ka urdhri i misionarit të paqes shenjtoria nën Terez. Atëherë ftoj avokatën tonë Gabriel Shahati për të lexuar motivacionin dhe për t'i dorëzuar diplomën së formatit zyrtar si dhe letrën e falënderimit për aktivitetin e Aidës që vjen nga strukturat tona analoge. Faleminderit guvernator. Realisht është nder dhe kënaqësi për mua të lexoj sot në gjuhën angleze motivacionin dhe vlerësimin që ka zonja Aida Hoxholli nga misioni diplomatik për paqe, prosperitet dhe strukturat tona ndërkombëtare. Honorary degree. With the decision of the Board of Directors of this lobbying mission, with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of civilization, economy, education, public business, diplomacy, peace, prosperity and humanity, for the inspiration of the social coexistence and intercommunity peace,
as a successful manager of construction company Enri SHPK and Hoxhalli SHPK, as a model economist and financier, as a specialist for international relations and diplomacy, as an ambassador of humanity, as a remarkable civil society leader in the Balkans, as a charity philanthropist, as a world peace missionary, as a peace ambassador of UGP, as a well-known activist of human rights, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity. Today, it is given the Golden Medal, Order of Peace Missionary, Saint Mother Teresa of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity. God bless the World Peace Missionary, Mrs. Aida Nicho Hoxhalli. Urime, mirë se ardha. Kënaqësia është e jona. Faleminderit. Edhe një sa të bëjmë gjithë bashkë me atë, të lutem. Sekond, po. Kemi edhe formatin protokollar të diplomës. Ftoj mikun tim, profesor doktor Naim Tota, misionar pace, i nderuar me disa tituj dhe doktor honoris causa i disa struktura, disa universiteteve amerikane për të dorëzuar titull. Hajde, nderuar. Ne i urojmë suksese Aidës për tërë përfundimin e saj dhe civil, i thanë koleg edhe guvernatori, njëkohësisht edhe generali Suleman Abazi. Me këto kushte, unë uroj suksese të mëtejshme në biznes. Faleminderit, të nderuar. Jo, edhe një sekond të lutem. Shef. Prandaj vija plus. Faleminderit, profesor doktor Naim Tota. Atëre, medalja e artë, qershia mbitort, medalja e artë, urdhri i shenjtores, urdhri i misionarit paqes shenjtoria Nën Terezë. Ftoi general Det Premën për ta dorëzuar. General Det, më i miri generalë shqiptar, më i mirë edhe nga general Denato. Atëherë, i nderuar doktor Shefrivisa, e nderuar dhe shumë respektuar motra jonë Aida, të nderuar zonjë dhe zotëri pjesëmarrës në këtë ceremoni, unë besoj tek ajo pjesa që thuhet që shpesh ndodh që masa kompensohet me cilësinë. Dhe sot këtu në këtë aktivitet, vërtet, është kënaqësi e privilegj për mua që marr pjesë në një event të tillë dhe do doja së pari të të falenderoja dhe të të uroja për gjithë arritjet dhe kontributin tuaj në gjithë fushat e jetës, e mbi gjitha atë të sipërmarrjes dhe të humanës. Unë e kam tepër të vështirë dhe mendoj se çdo njeri nuk e ka të lehtë që pas gjithë atij përshkrimi jetësor tuaj mbi bazën e fakteve dhe të atyre kontributeve që keni dhënë dhe të ndërthurës në mënyrë mjaft letrare, do thosha dhe artistike, të bërë nga miku dhe kolegu jon general Suleman Abazi, është relativisht jo lehtë për të gjetur fjalët të duhura në raste të tilla, por unë do të thjesht dhe vetëm të të uroja ta gëzosh e të gëzosh gjitha tituj e vlerësimet të merituara, pa shëndet e jetën e gjatë, qofsh kështu siç je sot, vërtet e buzëqeshur, humane dhe si mund të themi luftëtare e pa epur për të drejtat e çdo qytetari, qoftë gjithmonë e suksesshme dhe këtë suksese që ke arritur deri tani, uroj siç i ke ditur t'i përdorish me mençuri, t'i përdorish një pjesë të këtyre të ardhurave në ndihmë dhe në kontribut të njerëzve në nevojë që ka në Shqipëri jo pak. Kur na merr një nga një në shqiptar të gjithë jemi dikush dhe krenohemi vërtet. Edhe ju në këtë rast me atë çfarë unë dëgjova dhe atë çfarë ju vetë në realitet jeni, më bëni krenar si pjesë të këtij misioni dhe kudo do të dini të rrezatoni më të mirën tuaj. U uroj suksese dhe pafundësisht suksese, qofsh shtatëmarrje, supermarrje, në ato e kudo që ju do të shtroni. Pakistan.
Sukses e lorë. Faleminderit general. Ishte kënaqësi general që dorëzove këtë medalje. Themi që sot, nëse do ishte gjallë Nën Tereza, jam në dilemë, do ta pëlqente apo jo. Aida Hoxholli. Mund të theme plot gojë që do thoshte ju lumë se keni bërë një përzgjedhje të shkëlqyer për të qenë kandidate si Nën Tereza. Bashkëmi plotësisht. Jemi të ardhur midis nesh, por sfidat këtu janë gjithmonë të hapura dhe unë gjithmonë i nxit misionarët që vijnë të rinj, kanë si nga mosha i ere në prurje, dhe u them, shiko, keni sfidat të mëdha për të kaluar. Vetëm sfidën e general Suleman Abbasit ose të general Dedës, ke vështirë të kaloj, duhet bësh edhe generale nga pak. Ti ngjash edhe tjetër. Bukur. Atëherë, po kemi edhe ca figura të shkëlqyera që drejtojnë komitetet fetare, siç janë për shembull Ernest Simoni Troshani, kardinali vetëm shqiptar, është pjesë e jona, i nderuar disa herë nga ne. Atëherë duhet i ngjash nga pak e tij, ose plot figura të tjera, pastaj llogaritur që duhet i ngjash edhe në Mahatma Gandhi nga pak. Një nga palët që solli paqen në botë. O Martin Luther King që pithin e të vetë dhe ju shqeu njerëzit me unë kam një ëndër dhe ti je nga ato që e ke ëndër dhe po e bën realitet ëndrën tënde, qoftë edhe Mandela, po qoftë si shtamë edhe Nën Tereza që tashmë ti je pjesë e shpirtit saj, po je pjesë dhe e qënësisë së saj me veprimtarinë tënde humane si aktiviste botërore. Do të thotë që sfidat e tua janë të hapura, unë mendoj që do t'i përballosh dhe ndoshta dhe do të kalosh. Urime edhe një herë që je pjesë e jona, sot tashmë ti je jo vetëm pjesë e misionarëve të paqes të Shqipërisë Ballkanit, po je pjesë e strukturave botërore të misionit paqes, sepse siç e theksuam, jemi pjesë mision amerikan, po edhe i NATO-s, po edhe i Kombeve të Bashkuara, mision botëror që na e kanë zilit gjithë këtë e themi me plot gojën, sepse të gjithë kur bëjmë në aktivitetet, mrekullohen në aktivitetet tona dhe nuk na konkurrojnë dot në të. Atëherë u bësh pjesë e të pakonkurrueshmes. Faleminderit. Të nderuar miq, përfaqësues të misionit diplomatik dhe partnerëve ndërkombëtar. Sot ndodhem para jush me një ndjenjë të thellë për ulësie dhe mirënjohje. Ky vlerësim i madh nuk është një kuror vetëm për mua, por një amanet që më kujton se misioni i njeriut është të shërbej, të falë dashuri dhe të mbjellë paqen. Unë nuk jam më e madhe se askush tjetër, përkundrazi, jam një shërbëtore e vogël e së mirës. Çdo titull që marr e shoh një thirrje për të punuar më shumë, për të dëgjuar më shumë dhe për të dhënë më shumë. Shënjtorja jo Nën Tereza na ka mësuar, nëse do sillni paqe në botë, shkoni në shtëpi dhe duajeni familjen tuaj. Unë besoj se paqja fillon nga zemra jonë, nga shtëpia jonë, dhe pastaj përhapet tek të tjerët si një dritë që nuk shuhet kurrë. Prandaj ky çmim është i të gjithëve, ju që besoni tek dashuria, tek mirësia dhe tek fuqia e së vërtetës. Prandaj është i fëmijëve që presin shpresë, i të moshuarve që kërkojnë dotësi, i çdo njeriu që ka nevojë për një fjalë të mirë. Sot e ndi më shumë se kur se titujt dhe urdhrat nuk na zbukurojnë, por janë përgjegjësi. Dhe unë marr përsipër me zemër të hapur që ta vazhdoj këtë mision, duke qenë një zë i paqes, i dashurisë dhe i njerëzimit. Ju falenderoj me gjithë shpirt për të nder të madh. Zoti ju bekoftë të gjithëve. Faleminderit të nderuar Aide, qofsh Cezare në punën tënde. Faleminderit. Atëherë, ju sa ardhe një herë. Faleminderit. Mirësar. Mirësar dhe suksese shëndet. Të ulem bëjnë foto ose duhet. Tash i organizoj